Mirë se erdhët në këtë video të ju që të ju sqaroj pak më shumë se çfarë është network marketingu ose bizneset online të cilët i promovoj unë. Si të fitoni para në internet nëpërmjet bizneseve që janë në rrjet dhe që quhen network marketing. Këtu është Robert Kiyosaki, i cili na e shfaq neve biznesin e shekullit të 21 dhe biznesin e shekullit të 21, Robert Kiyosaki e quan network marketingu. Pra mirë se erdhët në këtë mundësi të re për ne të gjithë që duam të fillojmë një epokë të re sa i përket bizneseve dhe të cilat mund të jenë edhe online, ju mund të fitoni para edhe online përmes bizneseve të network marketingut. Disa statistika gjithashtu tregojnë se në Shqipëri të ardhura vjetore nga parat që personat fitojnë online janë diku tek 3.500.000 euro. Përderisa në Portugali, statistikat tregojnë se fitimet vjetore nga puna që bëjnë njerëzit në internet është 450 milion euro. Domethënë është dallimi i madh dhe kjo tregon se neve jemi shumë pak të informuar sa i përket network marketingut dhe bizneseve online për mënyrat si të fitoni para online. Le ta dëgjojmë se çfarë thot Robert Kiyosaki për network marketingun. Si ndërmarrës, kam ndërtuar shumë biznese dhe janë shkatruar. Dhe si që e dini, edhe disa të tjerë janë shkatruar dhe statistikat tregojnë se shumica e bizneseve të reja dështojnë në 5 vitet e para. Dhe pak nga ata që mbijetojnë 5 vitet të tjera, edhe ata dështojnë në 10 vite, pra janë shumë pak bizneset të cilat qëndrojnë më shumë 10 vite. Dhe nga bizneset që qëndrojnë më shumë janë network marketingu dhe arsyeja për këtë është sepse që të fillosh një biznes të tillë, ty të duhen shumë pak para. Nuk duhet të punosh shumë, mund të mbash punën që e ke dhe këtë të punosh në një pjesë të caktuar të kohës tënde. Dhe një herë që biznesi të fillojë të rritet dhe të ndërtohet, mund të gjeneroj për ju të ardhurat të ardhshme, mund të siguroj për ju të ardhurat të vazhdueshme, të mjaftueshme, që ju të lëvizni në anën tjetër dhe të bëheni ndërmarrës. Pra më lejoni të ju tregoj për mënyrën se si unë e përshkruaj network marketingun. Përderisa unë mund ta ndërtoj biznesin tim, unë thash pse më duhet mua network marketingu dhe biznesi në network marketing. Por para 15 viteve unë kisha një mik të mirë, emri i të cilit ishte Bill, dhe ky është një nga personat i cili është një investues nga më të mirët e patundshmërive, të cilin unë e njoh, dhe ai ka shumë asete këtu. Dhe unë thash, Bill, pse e fillove biznesin e network marketingut? Dhe ai tha, është shumë e thjeshtë. Është mënyra ime se si unë ju ndihmoj njerëzve. Por më e rëndësishme, ai tha, arsyeja se pse shumë njerëz nuk duan dhe nuk munden që të investojnë në patundshmëri është sepse ata nuk kanë biznes dhe nuk bëjnë shumë para vetëm për arsye sepse taksat, borxhet, inflacioni dhe pensionet, pagesat e sigurimeve janë duke i mbytur ato. Dhe ata nuk munden edhe të investojnë. Prandaj miku im Bill, i cili ishte profesionist dhe një ndërmarrës i patundshmërive, ai tha, unë fillova në network marketing, në biznesin e network marketingut, kështu që njerëzit që do të punojnë me mua, do të mund të fillonin biznesin e tyre dhe të investojnë para me të. Dhe me këtë unë e kuptova se me network marketingu nuk ishte për të fituar para, por ishte për të ju ndihmuar njerëzve.
që të ju ndihmojnë njerëzve të tjerë, që të fitojnë para, që edhe ata të bëhen financiarisht të pavarur. Pra bukuria e network marketingut është një diçka sepse për të filluar biznesin e network marketingut të duhen shumë pak para. Mund ta punosh në një pjesë të caktuar të kohës tënde dhe profiti yt dhe profiti i shumicës së korporatave është sepse ata shpenzojnë miliona dhe ndonjëherë biliona për të reklamuar. Pra në vend që të japim ata para për të reklamuar, pra network marketingu varet nga ndërtimi i rrjetit, njëjtë sikur të ja rekomandosh një film mikut tënd. Me të vërtet, arsyeja sepse unë e suportoj network marketingun është sepse nuk është sa i përket shitjeve, por është për njerëzit që ju ndihmojnë njerëzve të ndërtojnë asete dhe kështu të bëhen pronar të bizneseve dhe pastaj të bëhen investues në vend se të shkojnë në të gjithë këto pika që janë më lart. Ja se çfarë është network marketingu dhe ja se çfarë është ajo që unë dua të ju prezantoj juve dhe dua që hap pas hapi të gjithë së bashku të vazhdojmë drejt sukseseve të ardhshme, sepse kur ju do të bëheni të suksesshëm, ju jo vetëm se do t'i ndihmoni vetes suaj, ju do të ndihmoni familjes suaj, ju do t'i ndihmoni shoqërisë ku jetoni, si dhe do të jepni një kontribut për ndryshimin e kësaj bote, sepse ju mundeni. Unë ju dua, shihemi në sukses dhe suksesi është në anën tjetër, pas një investimi shumë të vogël në një mundësi që unë ju a ofroj. Klikoni në linkun që është poshtë dhe vendosni që të investoni vetëm $25 dhe të filloni biznesin tuaj online. Unë do të jem aty që të ju ndihmoj hap pas hapi derisa ju të më këmbeni dhe të bëheni të fuqishëm. Unë ju ndihmoj juve, ju fuqizoheni dhe jeta vazhdon. Unë rrugën time, ju tuajën. Unë ju dua dhe shihemi vetëm në suksese.